Këngëtarja e njohur Filloreta Raçi, Fifi, ka hapur zemrën në një intervistë emocionale me moderatoren Alketa Vejsiu, duke ndarë për publikun rrëfime të ndjera nga rrugtimi i saj artistik, sfidat personale dhe sakrificat që qëndrojnë pas suksesit të sotëm. Me një ndjeshmëri që e karakterizon, Fifi ka treguar se hapat e parë në muzikë i ka hedhur fal një gjesti të paharrueshëm të nënës së saj, e cila nuk kurseu as florinte vet për ta mbështetur vajzën në ndjekjen e ëndrrës, por rruga drejt suksesit nuk ka qenë as pak e lehtë. Ajo ka ndarë me publikun një ndjenjë të fortë ankthi që e ka shoqëruar gjatë krijimit muzikor, një frikë e përhershme se do ta humbte frymëzimin në momentin më të papritur. Në rrëfimin e saj, Fifi nuk i kurseu as reflektimet për marrëdhëniet personale dhe ndikimin që kanë patur në gjendjen e saj emocionale. Ajo foli për momentet kur ndjen keqardhje apo faj, por edhe për vetëdijësimin se çdo njeri duhet të ngrihet vetë nga rrëzimet. Askush nuk duhet me ardhmë ta dhënë dorën, duhet të ngrihesh vetë. Fajtori i parë që ti e fajson është partneri që ke në krah, sepse ti je verbuar prej asaj smirës që të kanë ushqyer të tjerët, ka thënë ndër të tjera Fifi.